nga Leonard Koja në Window Radio.de. Miq, mirë mbrëma dhe përshëndetje. Mirë se takohemi sërish së bashku në Window Radio. Jemi në puntatën e radhës këtu në Horizont, live nga studio qendrore në Gjermani. Unë jam Leonardi, si në çdo puntatë, në çdo emision të Horizont, pra çdo të njëjtë, të premte dhe të shtunë në orën 21 ne jemi së bashku. Duke ju falendëruar të gjithëve ju për vëmendjen, për suportin, për mbështetjen, për kritikën pozitive që ju na jepni, sepse kritika juaj dhe mbështetja juaj është ajo që ne na ndihmon të ecim, po ashtu falenderoj edhe ata që janë kritik, po themi edhe kritik negativ, sepse në fund të fundit perfekt nuk ka dhe perfeksioni asnjëherë nuk arrihet pavarësisht se tentohet. Unë duhet të kujtoj për të gjithë ju mundësinë se ku mund të na ndiqni, pra për të gjithë miqtë e rinj se ku mund të ndjekin Window Radio. Window Radio ndiqet përmes website-it zyrtar të saj windowradio.de, ku ju këtu mund të dëgjoni emisionin live, mund të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit që ne përzgjedhim për ju, si dhe të dëgjoni dhe muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ i radios tonë. Po ashtu Window Radio është edhe në dy platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është TuneIn dhe Radio Box, pra ju mjafton që të shkarkoni në telefonat tuaj apo në pajisjet tuaja, qoftë Play Store, qoftë në Apple Store, njërë nga këto aplikacione, pra TuneIn ose Radio Box, dhe aty ne do jemi 24/7 me muzikë dhe me emisione dhe programacionet tona. Po ashtu ne jemi edhe në platformën e Radio Shqip, ku janë radiot kryesore shqiptare. Edhe kjo e njëjta procedurë, pra të shkarkoni aplikacionin Radio Shqip dhe ne do jemi aty non-stop me ju. Po ashtu mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni edhe emisionin aktual live, si dhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de. Këtu ju mund të bëni komente, mund të dërgoni pyetje dhe ne në varësi të kohës dhe të mundësisë mund të përzgjedhim dhe një pyetje nga ju për t'ja drejtuar të ftuarës. Po ashtu, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde apo duan të rindjekin emisionin, emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnate me orën e Evropës, ose në orën 21 me orën e Amerikës Lindore dhe të Kanadas. Prandaj është ky ritransmetim në këtë orë të vonë për Evropën, pra ora 3, por kemi menduar që të jetë e mundshme për të ndjekur emisioni dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe në Kanada. Live tani emisioni ndiqet me fjalë në çdo cep të botës, kudo që ka shqiptar, mjafton që të ketë internet dhe Window Radio është kudo përmes satelitit. Po ashtu emisioni do jetë nesër në YouTube i regjistruar në faqen zyrtare windowradio.de. Mjafton që të bëni një subscribe në YouTube dhe ju do ju vinë të gjitha programacionet dhe emisionet tona. Po ashtu ne jemi edhe në shumë platforma të tjera, por unë se ka platformat kryesore, por jemi edhe në shumë platforma të tjera të radiove që ju edhe mund t'i kini apo mund t'i dini, pra pothuajse në çdo platformë është Window Radio. Do kërkoja shumë mirësisht nga të gjithë ju miq që faqes të Facebookut të radios t'i bëni një shpërndarje, pra jo se ne fitojmë diçka nga ana monetare apo ju shpenzoni diçka, por thjesht shpërndarjen e kërkojmë për të shtuar sa më shumë miq, për të patur sa më shumë shqiptar rreth vetes që të komunikojmë dhe të flasim njëri me tjetrin, sepse Window Radio, siç e kemi thënë vazhdimisht si moderatorët e tjerë, është një radio totalisht në shërbim të dëgjuesit dhe ne përpiqemi vetëm të jemi shërbëtorë të denjë tuaj, pra çdo kush që ka një diçka për të thënë, për të promovuar, për të treguar një histori, pra në çfarë do që dikush e ndjen veten që ka dëshirë për të folë me dëgjuesit e Window Radio, ne me patjetër që do i gjejmë mundësinë e komunikimit dhe të bashkëbisedimit me dëgjuesit tanë. Pra, ju mund t'i bëni një shpërndarje Facebookut në faqet tuaja të Facebookut apo në përgrupe ku ju jeni të antarësuar.
Unë mos e zgjas shumë me këtë monologun tim, sepse nuk është e shumë për monolog. Si që keni parë edhe në njoftimin që ne kemi bërë për emisionin e sotëm dhe kush do jetë i ftuar dhe me thënë të drejtën ka patur vërtet ka patur reagime, ka patur falënderime, por ka patur edhe pyetje kundrejt të ftuarës, por gjithsesi ne do përpiqemi që në vazhdimsi të emisionit, pra sikur e thash, nëse do jetë mundësia, ne mund të përzgjedhim ndonjë pyetje. Pra unë të ftuar pra nësone me të ftuar kemi shkuar në Kosovë, në Dardani, atje ku edhe pse ne jemi dy shtete apo me dy flamuj, ne jemi, kështu na ka ndarë historia, kështu na ka ndarë epoka të ndryshme, por ama ne jemi shqiptarë, jemi vëllezër dhe jemi vetëm një, dhe thjesht kemi atë vinë e kufirit, po themi, po thuaj se ajo nuk ekziston, por janë në këto procedurat historike dhe procedurat politike që ne jemi sot dy shtete por një kom. Pra unë sot të ftuar kam Refiqe Hamitin, e cila është një veterane UÇK-s, arsimtare, gazetare, analiste politike, ku do përpiqemi përmes zonjës Hamitit të kuptojmë diçka më shumë edhe për jetën sociale, apo për jetën arsimore, apo për vetë jetën politike në Kosovë, dhe të bashkëbisedojmë njërin me tjetrin për të kuptuar diçka më tepër nga një zë që flet pa ndrojë dhe flet lirshëm dhe analizon pa bindje personale, por përpiqet të bëjë një analizë sociale dhe të përgjithshme të shqiptarëve të Dardanisë. Zonja Hamiti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju përshëndes të gjithëve dëgjuesve të Radio Windows Radio. Kam nderin që kontaktoj me juve dhe bashkëbisedoj me të gjithë shqiptarët kudo që janë në të gjitha anët e botës. Ju falinderit për të gjitha mundësitë që mi keni drejtuar që unë të jem sot mysafiri juaj. Unë të jam mirënjohës që keni pranuar ftesën tonë dhe edhe pse është fundjavë, jeni pra kohë pushimi, pranë familjes, dhe ju shkëputet nga koha juaj dhe të bashkëbisedojmë së bashku dhe të bashkëbisedojmë me audiencën për të kuptuar diçka më tepër, jo thjesht kush është zonja Refiqe Hamiti, por për të kuptuar për atë se si është jeta në Dardani dhe si po themi si është komplet qasja sociale, politike e Kosovës. Para se filloj të flas për jetën se si është tani për tani në Kosovë, deshta ta bëj një prezantim të shkurtër për radion e juaj. Po patjetër, faleminderit. Unë jam Susja Refiqe Hamiti, punoj në sektorin e arsimit plot 33 vjet me ciklin e ulët nga klasa e parë deri në klasën e 5. Është punë të cilën e bëj me shumë vullnet dhe jam shumë e lumtur që jam një mësuesje thjesht e moderuar e kohës e cila mundohet që gjithë bagazhin e vet, gjithë njohuritë e veta t'i transmetoj te nxënësit. Përpas punës time si mësuese, unë kam punuar edhe një punë të dytë gazetare për një kohë të gjatë që para luftës e deri te viti 2019 drejt për drejt në sektorin e gazetarisë. Tash, kohëve të fundit, shkruaj për jetën, për punën, për vizionet, për sfidat politike të cilat na mbërthejnë në të gjitha anët e Kosovës, këtu në Kosovë dhe në Shqipëri, po edhe ku ka shqiptarë. Kjo është një rezume e shkurtër e imja për dëgjuesit e radios së juaj. Është një CV vërtet e pasur dhe një CV për të patur lakmi, por përveç kësaj është edhe një CV që sidomos pjesa mësuese që është mendoj profesioni më i shenjtë, misioni më i shenjtë, dhe sepse nëse bëhemi shkencëtar, doktor, shkrimtar, pra çfarë do lloj fushi që ne arrijmë në jetë, çdo gjë bëhet duke kaluar përmes dorës së mësuesit, përmes këtij profesionit të shenjtë dhe përmes shenjtërisë së këtij misioni. Dhe
por para se të shkojmë tek mësuesi apo tek pjesa juaj aktive e arsimit apo dhe jetës sociale në Kosovë, unë kur kam lexuar CV-n tuaj, i kam thënë vetes, wow, Leonard, nuk e di, ke përballë një gazetare me përvojë dhe shpresoj që të paktën të marrë një notë kaluese sot në emision përballë jush, sepse unë nuk kam studiuar gazetari dhe nuk është jam gazetar me përvojë, por shpresoj që me mirë kuptimin tuaj dhe mendimin tuaj të marrë një notë kaluese sot. Patjetër, bashkëbisedimi do t'jetë mendoj që me vlerat larta edhe ndëgjuesit do të na mirë kuptojnë se si do ta mbërthejmë gjithë bashkëbisedimin tonë për kohën cilën e kemi në dispozicion. Pa diskutim. Zonja Miti, para se të vim të koha sotme, ju, pra edhe vetë cekët, edhe në CV-n tuaj, apo edhe unë që kam lexuar diçka për ju, pra ju jeni një aktiviste qoftë në gazetari apo qoftë edhe në të tjera fusha që para luftës së Kosovës. Dhe do doja diçka se, pra jo thjesht për të përshkruar luftën e Kosovës apo për të përshkruar atë pjesë historike që është vërtet e dhimbshme dhe shqiptarët nuk është se kanë ngel shqiptar pa e njohur, por do doja një rezume edhe të punës, por edhe një rezume sociale se si ju u angazhuat dhe ishit aktive në atë periudhë dhe sa ndjeni të plotësuar sot mbas asaj periudhe, pra si është plotësimi juaj apo a janë realizuar ato ëndrat tuaja që ju keni patur para luftës, gjatë luftës? Faleminderit për pyetjen, do të përgjigjem në pika të caktuara në të gjitha fazat e jetës time se si fillova të punoj si gazetare dhe çka më shtyri të punoj dhe të ulumtoj në gazetari dhe pse deshta unë të orientohem që ti marr si përbaza sfidore të gjitha arritjet dhe sfidat e popullit tim që nga para lufta, pas lufta dhe deri më sot. Si një vajzë e re, tek mosha 18-19 vjet kam filluar të merrem me gazetari. Në ditët e para ku fillova të punoj si gazetare, fillova të shkruaj në gazetën atëhershme Kosova Sot dhe në gazetën shqiptare dhe një artikull po më duket me 2-3 vazhdime në gazetën Kombi dhe fillimi startoi me sport. Shumë interesant, wow, me sport. Vërtet po, interesant. I bëra 2-3 opinione rreth të rinjeve që mirëshin me sport dhe ato ditë kur unë fillova të shkruaj në gazetën Kosova Sot, kampioni botëror i karates Enver Idrizi ishte ai i cili më njoftoi se kishte fituar medaljen e artë dhe ishte bërë karatisti numër 1 në Evropë dhe unë me njëherë shfaqa interesim që të bëj intervistë me të dhe ishte intervista e parë që bëra me të për gazetën Kosova Sot. Një intervistë bomb për kohën. Të lutem, ishte sfidë e madhe sepse absolutisht, duke pas parasysh staturën e Enver Idrizit. Kisha shumë dëshirë të merresha me sport, por që ishte fati që të takohesha me Enverin dhe të bënim një intervistë. Sinqerisht ka qenë intervistë shumë e madhe, shumë domethënëse sepse të rinjët e atëhershëm kishin shumë mungesa në drejtime të ndryshme të sportit të merreshin ata, sepse represioni serb dikonte shumë që të rinjët tanë të hezitonin të merrnin pjesë në për fusha të ndryshme të sportit, por që kishim Enverin i cilin jetonte në atë kohë në Kroaci dhe arriti të bëhet kampion evropian në karate, kështu që ishte një hap i madh edhe një sfidë
që të rinjët të marrin si përbase pa Patjetër. punë nuk arrihet asgjë. Patjetër. Po. Pastaj filluan ato sfidat e luftës, do me thënë e riorganizimeve guerile në Kosovë, të ushtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët filluan të dalin në skenë në mënyra të ndryshme duke bërë aksione në vende të ndryshme të Kosovës. Për gazetën Kombi pata shkruar për herojin dhe dëshmorin Bekim Berisha, i cili kishte ardhur nga Kroacia, që në ditën e 6, 7 dhe 5, 6, 7 marsit, kur serbo-qetnikët sulmuan familjen e Adem Jasharit dhe ndodhi ajo kriza dhe masakra dhe vrasja e të thuajse të gjithë anëtarëve të familjes së Adem Jasharit. 52 veta, mos jo fshatat. 56 anëtarë të familjes. Po. Kështu që unë duke u lidhur me zonën operative të Llapit në atë kohë, fillova që të lëviz në vende të ndryshme si reportere lufte, në Llap, në Drenic, në Deçan. Më fal për ndërhyrjen, duke pas parasysh moshën e re, duke pas parasysh edhe në të televizësh në për frontet luftës, a kishit frikë, zonja Refiqe? Qa ju mbante, qa ju forconte? Zoni inderuarim, Zotrikoja nuk ka njeri që nuk ka frikë. Absolut. Por nga njerë frika mbytet kur është në pyetje populli yt. Sfida që e përjeton të popullim, pra do me thonë lufta që zhvillohej nga represioni sërb nga serbo-qetnikët ishte e pa diskutueshme dhe në të shumtën e rasteve frika mbytet, shkelet me këmbë. Fillon të ecësh në rruga të ndryshme pa marrë parasysh se çfarë zjarrit del përpara. Unë në momentin kur ndodhi Reçaku, në momentin kur ndodhi masakra në familjen e Adem Jasharit, vrasja të gjithë fëmijëve, e grave, e pleqve, për mua ka qenë një sfidë e madhe, do me thonë ka qenë një rënkim shpirtëror, për arsye se ishte pa përballush me dhimbja, jo pse ata nuk luftuan, jo pse ata nuk u munduan, por ishte dhimbja se ishte një luftë e pabarabartë. Ishte një luftë, një betejë. Besoj se s'ka pas luftë më të shenjtë, jo në Evropë, po në botë besoj se s'ka pas luftë më. Nuk ka diskutim të mbrohet pragu i shtëpisë dhe të luftohet për 3 ditë radhazi. E gjithë familja duke filluar nga fëmijët, gratë, edhe babai i Adem Jasharit, vëllezrit, motrat, të gjithë, ajo ishte jo e shejt, po askund në botë nuk kam lexuar dhe nuk kam dëgjuar diçka të supervlefshme, diçka madhore që ti kundërvihet deri në fishekun e fundit, deri në fund të jetës, një barbarizmi siç ka qenë barbarizmi sërb i demonstruar në familjen e Adem Jasharit. Absolut. Nuk ka fjalë për ta shpjeguar atë. Të lutem, s'ka fjalë për ta dëshmuar se sa duhet të jemi ne krenar që kemi atë familje madhështore, atë familje krenare, atë familje heroike, që ka dhënë gjithë gjakun e tyre për trojet tona, për kombin ton, edhe ajo luftë, ajo betejë zhvilluar atë, hapi horizontet e mëdha botërore, ku e gjithë bota mori vesh se çfarë po ndodh në Kosovë dhe si po zhvillohet një luftë e pabarabartë me një shtet gjenocidial. Këtu ishte ai frymëzimi se si duhet unë të eci dhe të punoj në punën time, se si
unë të vazhdoj t'i bashkangjitem ushtrisë qeverimtare të Kosovës, sepse sinqerisht intervista me Bekim Berishën, frymëzimi i tij se si duhet të luftohet për Kosovë, se si pas betejës, do me thonë pas ndodhisë që ndodhi në Pregaz, Bekimi erdhi dhe me gjithë, ndoshta keni ndëgjuar për heroin e kombit se mbeta pa ju njoftuar, Bekim Berisha ishte një legionar që jetonte dhe vepronte në Kroaci, luftoi dhe veproi në njësitë e Delta Forcës dhe Komandos të Tuxhumanit, kur Kroacia filloi luftën me Serbinë dhe doli fitimtare, pastaj ju bashkangjit luftës në Bosnjë dhe kur ndodhi do me thonë masakra e Perikazit në familjen e Ardem Jasharit, ai erdhi me njëherë dhe ju bashkangjit radhëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Pra ishte një ushtarak i fortë, i artit, luftarak, ku të gjithë vetdijen e tij luftarake e mobilizoi në Drenicë dhe i ushtroi gjithë të rinjët e ushtrisë qeverimtare të Kosovës në Drenicë me Novkën dhe me njësitin Shqiponia të Zeza, ku ata u përgatitën aq mirë që t'i dalin përballë njësive paramilitare serbo-çetnike. Shiko, zënja Amiti, kush ka kënë pjesa më që ju, si thush, jo penduar, por që vërtet jeni ndjerë keq, apo ndjerë me një dhimbje të madhe, kush ka qenë momenti më i vështirë juaj? Momenti më i vështirë imi ka qenë kur kam dëgjuar për vdekjen e Bekim Berishës. Aty nuk kam asnjë moment më të dhëmshëm se kur kam dëgjuar që është vrarë në luftë, do me thonë është vrarë në front, dhe ka qenë për mua një dhimbje e papërshkrueshme. Gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë kanë qenë tepër të dhëmshme dhe kam pas momente ku nuk kam mujt me përcaktu vetveten se pse jam në këtë dhimbje aq të fortë, por vdekja e Bekimit dhe lufta që ka ndodhur në zonën operative të Llapit pjesë, ku janë vrarë shumë të rinj, shumë civil, të pa përgatitur, të pa mbrojtur, sepse serbo-çetnikët dinin ku të qëllonin. Nuk qëllonin aty ku ishte ushtria qeverimtare, sepse kishin frikë për balljen, po qëllonin vetëm tek civilët. Një masakër e madhe ka ndodhur edhe në fshatin Koliç, kur unë kam qenë pjesë ato e njësitit Buna 31, ku të gjithë të rinjët... Ju vetë keni luftuar vetë ju? Keni qenë kështu apo thjesht apo si fotoreportere? Jo, drejt për drejt nuk kam luftuar në luftë, kam qenë më shumë motër medicinale dhe reportere nga zonat operative të ndryshme të luftës. Ju pasni bërë një shërbim të jashtëzakonshëm, sepse motër medicinale... Jam munduar me të gjitha forcat e mia, sepse në përduart e mia nga data 21 prill e vitit 1999 e deri te data 30 prill në duart e mia kanë kaluar më shumë se 150 të plagosur. Vërtet situatë e sekleshme, situatë e dhimbshme dhe nga ana profesionale, në atë periudhë, mbani mend një moment vështirë? Po, situata më e vështirë ka qenë për mua kur 6 motra e kishin një vlla i cili i kishte mbushur 13 vjet. Dhe kur i prina asaj pjesës traktorave me përplot civil shqiptar, se më drejtohet komandanti i zonës operative të Llapit Buna 31 bashkë me Kadri Hamitin Ceden, se a mundem unë t'ju bashkangjitem asaj kolone për me kalu në Prishtinë dhe për Prishtinës me kalu të gjithë civilët të cilët ishin ma shumë se 150.000 njerëz,
të llapit, të cilit ishin strehuar në fshatin Kolegj Dëz. A mundesh me i pri kolonës që bili t'i shpëtojmë civilët? Kolona ishin përplot më shumë se 300 traktor të mbushur përplot me njerëz civil, dhe komandanti Bunës 31 që ishte dhe komandanti NVB Ajzeri më thot Refiqa, a mundësh t'i prish kolonës dhe a mundësh me ndihmu këtë djalin që është 13 vjeçar, është vllai 6 motrave dhe ky djalë duhet gjithsesi të shpëtohet sepse motrat e kanë mbas 6 vajzave. Dhe unë atë botë kisha edhe babin e paralizuar me vete, edhe në nëntime dhe unë i prina traktorit të parë, dhe ati traktorit i ngaste ky djali i cili ishte 13 vjeçar. Në rampat e traktorave ishin njerëzit që shumica ishin edhe të plagosur. Filluam të shkojmë nga Koliqi në për pjesë të ndryshme për me mri, të rrugës për me mri në Prishtinë, dhe fati ynë që të shpëtojmë pa thërë në këmbë ishte sepse ne ram në ushtrinë e rregullt serbo-qetnike. Do me thonë ishin ushtarët e rregullt, nuk ishin ata paramilitar. Nuk paramilitar, kuptoj. Po, dhe kur na ndaluan unë dola jashtë, se isha e para me traktor, me prindrit e mi, me nanën dhe me djalin i cili ngaste traktorit, dhe doli një oficir sërb i cili më pyeti se nga jeni duke shku. Thash ne jemi duke shku në Prishtinë. Pse po shkonin në Prishtinë? Thash po na thonë që ka me ndodhë nesër një ofenziv e madhe. Po nga kush po më pyeta? Thash nuk e di, se nuk guxoja me thonë që ne po frisoheshim nga jo. Sepse jo do të na sulmoni nesër. Ai po më pyet, thotë, më falni, a bën me ju pyet diçka, se është në mënyrë shumë të rregullt fillon mos sill në mënyrë shumë të mirë, gjë që më habiti dhe më tha, më falni, a keni ndonjë cigare me vete? Para se të nisesha, një komandant i zonës të Llapit, që ishte djali i migjës tem, Kadri Hamiti CD-ja, mi dha 3 paqeta cigare Dunhill. Dhe tha, në qoftë se dalin me ju ndal ata që ne po mendojmë që janë ushtarë të rregullt, jepjau, se munden me ndodhë që ata nuk kanë pi cigare që disa ditë dhe munden me ju liru. Edhe unë e nxjera një paqet cigares Dunhill dhe po ja dha atij ushtarit. Ai po më thet, më falni zoni, thet, sa njerëz i ke këtu në për traktora, po nuk i kam njësu. Thash asnjë, nuk e di sa janë. Thash se veç ne kemi ikë, thash, nga Llapi, jemi ardhur këtu, thash edhe po dojmë me shku në Prishtinë për me dalë në Shqipëri. Edhe ai po na e tregon rrugën, thet, mos si bini nga kjo rrugë, sepse këndej janë paramilitar, po i bini rrugës kryesore që të shkoni drejt te qyteti i Prishtinës. Dhe ne i ram asaj rruge dhe erdhëm të gjithë shëndosh e mirë në Prishtinë. Aty kur e jam nda me atë djalin 13 vjeçar, jam mërzit shumë, sepse nuk e kam ditë ma ka shku ai djali 13 vjeçar, por kur është kry lufta në Kosovë, ai djali me gjithë babën ardhëm ka vizitu në shtëpi pas luftës dikun te Korriku i vitit 1999, dhe jam gëzuar shumë që falë Zotit është çiko, të nderuar miq, të nderuar dëgjues, na mirë kuptoni edhe për emocionet, sepse ti dëgjosh direkt nga një person që ka përjetuar dhe ka qenë vetë në si thosh në front, ka qenë vetë në pasqyrimin e komplet situatës. Është vërtet e vështirë, në të gjithë e dim historinë e Kosovës, të gjithë e dim vujtjet që kanë kaluar shqiptarët, por të gjithë duhet të bëhemi të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm që asnjëherë mos ta harrojmë atë luftë të shenjtë dhe mos të
mos të harrojmë se kush jemi, për të përpiqemi në maksimum që të jemi njerëz të drejtë dhe të jemi njerëz që të shërbejmë kombit tonë, të shërbejmë vendit tonë. Zonja Miti, shiko, nuk duhet të ngelim shumë të kjo pjesë, sepse është edhe një pjesë edhe trishtueshme, por nuk dua as ju t'ju ngacmoj shumë tek pjesa e atij trishtimi. Shumë po emocionohem edhe Absolutisht, po pra. sinqerisht Duhet të kalojmë të kalojmë nga kjo periudhë. Vetëm pak, Po, patjetër. nuk kisha dashur të ndalem shumë, po nuk moj edhe me të i kalu për pa i përshëndet të gjithë ushtarët e ushtrisë ligjore të Kosovës, të zonës operative të Llapit, të cilët kanë bërë çmos që ne sot të jemi këtu ku jemi. I përshëndes dhe nuk po gjej as fjalë me u shpreh se sa ishin të mirë, se sa ishin trima, se sa ishin të fuqishëm që ti dalin përballë një makinerie aq vrastare siç ishin serbët e asaj kohe. Lavdi të rënëve dhe ju përulmi përzemërsisht të gjithë atyre që janë gjallë dhe Zoti ja shpërbleft në të mira dhe dash të Zoti që shqiptarët edhe të ndërgjegjësohen dhe të bëhemi pak më shumë të përgjegjshëm për vendin tonë, por edhe për të rënët, edhe për ata që kanë luftuar. Zonja Miti, Kosova mbaroi lufta, Kosova filloi jetën, filloi të rindërtohet, filloi të marrë formë shtet formimi dhe doja në këtë periudhë të mbas luftës, pra të shtet formimit apo deri më sot, sa jeni e kënaqur me jetën e sociale të Kosovës? Dëgjoj. Ose me ato ëndrat, se s'është puna e kënaqur sepse njeriu nuk është se do kënaqet ndonjëherë, po flas duke pas parasysh ëndrat e para luftës dhe me ato që erdhin mbas luftës. Kosova ka dalë nga lufta e fundit e shkatruar me promesa shumë të mëdha. Dhe ka qenë bukur shumë një sfidë e madhe që Kosova t'i marrë këmbët, të filloj të rindërtohet, të ketë do me thonë hapa të mëdhaj të zhvillimit të saj në për faza të ndryshme të pas luftës, pra do me thonë të formimit të institucioneve për me ardhur deri te ai kompletimi i mundshëm që ne me qenë tepër të kënaqur se çfarë duhet të bëhet për një shtet, siç ishte, do me thonë, shteti më i ri në Evropë, shteti i Kosovës. Dolëm të shkatruar në të gjitha anët. Por, bëm shumë, punuam shumë, erdhëm duke i rindërtuar institucionet e Republikës së Kosovës. Me punën e pamohueshme dhe me gjithat sfidë që bëri presidenti moderuar shqiptar Ibrahim Rugova që ne të ecim shkallëve të civilizimit dhe të rindërtimit të Kosovës, nuk janë të pakta. Ai ka bërë të pamundurën që gjithë botën ta binë në Kosovë. Unë mendoj që Ibrahim Rugova, Ibrahim Rugova ka qenë, mendoj se është i fundit i Mojkanëve, burr kokështetas. Dhe ne shqiptarët që me Ibrahim Rugovën e këtej pasaj kemi patër shumë problem. Përgjithësi në shqiptarët. Veç dua të them se për mua Kërkoj ndje se unë dhashin mendim timin, unë dhash atë mendimin tim, jo. Një president i moderuar si që ishte Ibrahim Rugova, një sfidues i një represionit sërbo-qetnik, një sfidues i... Ka ditë të ruaj balancat, ka ditë të mbaj balancat, ka ditë të ruaj atë... Dhe arriti që gjithë botën të abinë në Kosovë dhe Kosova të shlirohet nga kthetra, do më thonë nga... E okupatorit, pa tjetër.
e okupatorit dhe me punën, me rindërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, ne ecëm deri të shpallja e pavarësisë së Kosovës, një ditë shumë e veçantë, edhe pse nuk ishte presidenti i moderuar shqiptar Ibrahim Rugova, sepse vdekja e rrëmbeu shumë herët. Puna. Ajo skalit në historinë shqiptare, ajo është i gdhëndur Ibrahim Rugova. Po të lutem, ai bëri çmos që Kosova të bëhet shtet. Dhe ne sot duhet të rikujtojmë se kemi kaluar në për shkallë shumë të vështira. Absolutisht. Kemi kaluar në për sfida të ndryshme të cilat edhe nga jashtë, edhe nga në brenda kanë qenë të papërballueshme. Por populli shqiptar, edhe pse ka qenë i dhunuar në forma të ndryshme, ka arrit me ja dalë, që me dalë nga ato krizat e ndryshme institucionale dhe me i rindërtu institucionet në mënyrë shumë të mirëfillta. Edhe zgjedhjet e para që ndodhen mas lufte, edhe fitoria e presidentit të moderuar Ibrahim Rugova, edhe transformimi i ushtrisë qendrore të Kosovës në TMK e pastaj në forcat e armatosura të Republikës së Kosovës ishte një punë madhështore, sepse sinqerisht ne erdhëm dhe ja dolëm me qenë sot me një shtet i cili thjesht shkurt shqip me përplot vështërsi, po lulzon, po shkon përpara, edhe pse po ecën në mënyrë shumë të mirëfillt, edhe pse po shkon bukur ngadalë, por unë mendoj që gjithçka është duke shkuar në mënyrë të central, po mendoj të shkallëzuar me përmasa jo të dobta, po me përmasa me vlera shumë të larta, edhe ekonomike, edhe ushtarake, sepse po i kushtohet shumë rëndësi mbrojtjes së territorit të Kosovës. Ju zoj me një sjellje gjentile gazetareske mësole në kohën e sotme. Pra, ne pak a shumë bëm një hyrje për të kuptuar pak zonjën Hamiti në kohën e luftës, ju në bëtë një rezome të shkurtër të pjesës së luftës, pjesës së mbas luftës, dhe unë duhet të vit tek aktualiteti dhe pikërisht tek profesioni juaj, pra tek arsimi. Si është arsimi në Kosovë? E ruan atë forcën e të dashurit të mësimnxënjes, është në një krizë dinjiteti, ka emigrim të nxënësve, ka, si thosh, jepet për arsimin edhe nga vetë shteti, pra kush është gjendja e arsimit në Kosovë? Dëgjoj, duke u nisur nga shtyllat kryesore të shtetit që janë arsimi dhe shëndetësia, mendoj se arsimi në Kosovë është një nga shtyllat më të rëndësishme të shtetit. Dhe njëkohësisht një nga fushat që ka nevojë për reformim të thellë dhe të sinqert. Kemi dalë nga lufta me shumë shkolla të dëmtuara, me humbje shumë të mëdha të nxënësve, edhe me humbje shumë të mëdha të disa mësuesve me përvojë. Po si mësuese që sot unë jam me një përvojë shumë vjeçare, unë e shoh arsimin jo vetëm si profesion, por edhe si mision kombëtar. Faktikisht kështu duhet të jetë, me thënë drejtën. Po, një popull që investon në arsim, investon në të ardhmen e vet. Sot shkollat tona përballen me sfida të ndryshme edhe të shumta. Ka mungesë infrastrukture moderne, tekstet që shpesh nuk i përshtatën kohës, politizim të institucioneve arsimore dhe lodhje të mëdha të mësimdhënësve nga sfida të ndryshme, sepse mësuesit veç kanë filluar të plaken, mësues të ri kanë filluar të dalin jashtë. Mësuesit në Kosovë shpesh kanë barra edhe të mëdha morale dhe profesionale, por jo gjithmonë mbështetjen që e meriton. Megjithatë, mendoj, por edhe besoj fuqishëm tek potenciali i mësuesve
të cilët kanë punuar edhe para luftës edhe tash që punojnë, por edhe të potenciali të rinjeve tanë që kemi kudo. Nxënësit kosovar janë tepër inteligjent, kreativ dhe me energji të jashtëzakonshme. Nxënësit tonë, të cilët po flitet se ka migrim në përvende të ndryshme, po ikin, po shkojnë për shkak të kushteve të ndryshme sociale, ata po korrin suksese të mëdha gjithmonë në të gjitha garat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe botërore. Problemi nuk është sepse ka mungesa të rinjeve këto, ose ka mungesa të talentëve që po dalin nga shkollat tona. Po këtu në Kosovë ka një mungesë të një sistemit më funksional, që u hap rrugën zhvillimit të kreativitetit, të diturisë, të nxënësve, të nxënjeve të nxënësve. Pra, pas hapi, ne kemi nevojë për një arsim që zhvillon mendimin kritik, kemi një nevojë për një arsim që zhvillon edukatën qytetare, kemi nevojë për një arsim që zhvillon kulturën demokratike. Nuk mjafton vetëm vlerësimet teorike. Fëmijët duhet të mësojnë të mendojnë ligjëreshëm, të respektojnë njëri tjetrin dhe të përgatiten për tregun modern të punës. Pra, Kosova sot duhet ta ketë një arsim që duhet të reformohet, jo vetëm me slogane politike, po duhet të formohet edhe me slogane të cilat drejt për drejt duhet ta atakojnë procesin mësimor dhe të atakojnë punën e modernizuar të mësimdhënësve, por edhe të nxënësve. Një shtet nuk ndërtohet vetëm me politika ditore, por me klasat ku edukohet brezi i ardhmërisë sonë. Për këtë arsye, arsimi duhet të jetë prioritet kombëtar dhe jo një temë që kujtohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Faktikisht, unë thash edhe në krye të herës që nëse bësh shkencëtar, doktor, politikan, çdo që të bësh në jetë do kalosh në përdorjen e mësuesit. Pra në përdorjen e arsimit do kalosh ato shkallë pa të mbërrish atje ku mund të jesh nesër. Dhe ju e ceket edhe në bisedë tani me fjalë që si mësuesit, arsimtarët, edhe po vjetrohen, edhe ata normalisht që kanë emigruar, kanë detyrime morale, kanë detyrime familjare e tjerë. Po, si është qasja të rinjve, ose kanë atë dëshirën që të studiojnë fakultetin e mësuesisë, të bëhen mësues të arshëm nesër? Paktën në Shqipëri kjo është shumë problem. Në universitetet e Shqipërisë kjo është shumë problem që të shkojnë të studiojnë për mësues. Veç duhet t'ja u rikujtojnë të rinjeve se mësuesi duhet të ketë dignitet, duhet të ketë mbështetje dhe trajtim serioz. Dhe të rinjët e Kosovës të cilët dëshirojnë të studiojnë këtu në Kosovë, por edhe atje në Shqipëri që ju e përmendët, nuk duhet ta humbin as shpresën se mos të bëhem mësues. Mësues duhet të bëhet ai i cili mendon se rinia jonë duhet të shkoj përpara. Unë i kuptoj të rinjët sot, sidomos gjeneratat prej moshës 16 deri të mosha 20, që janë tepër të mbi ngarkuar me teori, janë të mbi ngarkuar me një proces mësimor i cili është jo shumë i eksploruar, kreativ, mungojnë investimet në për laboratore, nuk ka libra cilësore, mungon teknologjia, por nuk do thot që mungon edukimi praktik. Pra arsimi është themeli i shtetit, aty nuk duhet të dobësohet as i riu i cili dëshiron të studioj, por nuk duhet të dobësohet edhe shoqëria jonë që të ofroj kushte të mira edhe për të rinjët tanë, edhe për mësimdhënësit. Sepse
mësuesin nuk duhet ta shohim të lodhur kohë. Mësuesi është sakrificë. Mësuesi shqiptar sot thjesht po i sakrifikon edhe shëndetin, sepse Absolutisht. shkollat tona nuk janë shkolla të cilat duhet t'ju ngjajnë atyre të shteteve të modernizuara. Mhm. Pra, arsimi në Kosovë ka sfida të shumta. Nuk ka investime serioze në për shkolla. Nuk ka reforma fatgjata, po më kuptoni. Kuptoj Dhe shumë unë si drejt. mësuese, po, dhe unë si mësuese, shoh çdo ditë se sa shumë ka nevojë nxënësit për mbështetje, për motivim dhe për kushtet e mira. Shiko, Por kemi- nëse do kishe në dorë, pra, si thosh, 1, 2, 3 gjëra, që do doje që i shef si më imediate, sidomos për mësimdhënësit, për mësuesit, sepse nëse do jetë një mësues që nuk do vlerësohet në mënyrë dinjitoze, prapse prapa i mësues nuk ka çfarë bën. Pra, kush është ato tri pikat të arta që ju do thoshit po, këto duhen 1, 2, 3, që edhe mësuesi të ndihet dinjitoz, të ndihet i vlerësuar, të ketë peshën e vet. Shteti, qeveria, Ministria e Arsimit, Drejtoritë e Arsimit duhet të kenë mbështetje dhe trajtim serioz të mësimdhënësve. Unë mendoj kështu. Absolutisht, e vërtetë. Në rand të parë, nuk duhet të sillen metodologji të ndryshme evropiane dhe botërore në Kosovë për pa i pasur shkollat e modernizuara. Sepse duke sjell metodologji të reja të cilat nuk Duke përballon nuk kanë- sistemi shkollor. nuk mund me i përballue, pra janë të ngarkuara, ato nuk sjellin reformim, Për nuk individuencë. sjellin nuk sjellin sakrifica se si duhet të ecet përpara për me mësu, por sjellin veç mbytje të rinjeve me teori e jo me punë praktike. Kjo po më dhëmb, Kuptoj. sepse qeveritë tona, ministritë tona duhet të ndërtojnë një sistem të arsimit që e krijon një mendim kritik e jo nota në letër. Eksakt. Shumë e vërtetë kjo. Shumë e vërtetë. Nxënësi duhet të mësoj për me ditë, jo për me kriju një notë në letër ose në diktesën e tij. Absolutisht. Këtë e dua nga njerëzit të cilët e udhëheqin sektorin e arsimit, nga njerëzit të cilët i thonë vetit pedagog, inspektor, mësimdhënës, profesor, intelektual. Po mirë, duhet ta dinë nëse mund të bëj një pyetje krahasuese me Shqipërinë, për shembull në Shqipëri flitet shumë problemi i çpopullizimit, po flitet shumë që edhe sistemi arsimor është i tejfryrë për te nevojës së mësimdhënësve, pra më tepër i tejfryrë me militant partjak, pra jep votën, ndihmon fushat, do të gjej vend pune këtu, do të fusë mësues atje, ku diun. Dhe normalisht që duke patur ka shumë militantizëm politik brenda sistemit, normalisht që bie edhe vlera, bie edhe kërkesa e llogarisë, shkojnë edhe njerëz jo të përshtatshëm të profesionit në mësimdhënie. Ky problem ka mbrit në Kosovë, është infektuar Kosova nga ky lloj problemi? Ose e shikoni si problem këtë atje? Ndëgjoni, unë kam lexuar, edhe pse pak shumë kam marrë informacione se si zhvillohet sistemi i arsimit në Shqipëri, por kam lexuar. Kam lexuar se si ka filluar sistemi i arsimit të dobësohet edhe këndej kufirit tek ne edhe andej kufirit në Shqipëri. Dhe kjo po më dhemb. Pse po dobësohet sistemi i arsimit? Sepse po dobësohet shoqëria, sepse vetë ceke
arsimi duhet të reformohet e jo të krijohen slogane politike se ti Absolutisht. po punon për një parti politike dhe ty do ta gjejmë një vend pune, mësues, profesor apo ku ta diun, dhe ti eja puno me nxënës dite apo nuk dite. E ke diplomën apo nuk e ke diplomën. Kjo është e frikshme në Shqipëri të paktën. Për Shqipëri kjo është një problem i nuk madh. është e frikshme kjo. Për arsye se unë mendoj që potenciali madh njerëzor që kemi këtu në Kosovë, pra potenciali madh njerëzor i të rinjeve, duhet të shfrytëzohet, jo mos t'u hapim të rinjeve tanë dyert edhe t'ju thojmë ecni shkoni në për Evropë se këtu arsimi nuk ka Nuk ka vlerë, nuk të duhet. Kjo është problem. Mu po më dhënë bajo se unë vetë në gjeneratën e kaluar që kisha një nxënëse shumë të shkëlqyer, shumë të mençur, po i përmendi edhe emrin e saj, Fjolla Ahmeti, e cila aty ishte shumë e mirë. Një nxënëse me vlera të larta, edhe njerëzore, edhe morale, edhe edukative, edhe arsimore. Por për shkak të thyrjes saj, këtu në Kosovë nuk mundi me u regjistru në drejtimin të cilin ajo e dëshirante, ju dash shkojnë në Gjermani, dhe atje po kohë sukseset të një pas njëshme. Unë zëdojmë kur ajo më shtuan dhe thotë sot e ka marrë këtë. Kjo është i vërtet një situatë të dhimbshme, sepse vëmë re kudo. Si Shqipëri, si në Kosovë, tani ta lësh mbasdore apo mos ta kultivosh në vendin tënd, mos t'i japësh prioritet në vendin tënd. Dhe nuk kemi asgjë, normalisht njeriu emigron, lëviz, por të vijë edhe të korë sukses në një vend të huaj, të kontriboj për vendin e huaj, a kupton, kjo është vërtet trishtuese, do thosha për Mu sinqerisht po më dhan kjo që të rinjët tanë po ikin dhe po kërkojnë që të gjejnë një jetë të mirë. Me qenë se ju jeni shumë dimensionale si person, dua të dalë pak nga arsimi dhe duhet të ngacmojmë një pyetje pak ndryshe. Duke parë jetën sociale, sa mendon që rrjetet sociale apo faktor të jashtëm ndikojnë tek rinia për të ruajtur çështjen kombëtare apo po kemi një rini që fal këtyre faktorëve po domsohet çështja kombëtare? Si e shikon? Është përdhimbje kjo. Duke u nisur nga puna e drejt për drejt që unë vetë bëj në procesin mësimor, është përdhimbje kur unë flas për çështje kombëtare. Por nga një ndale dhe mendoj të them, ndoshta unë jam gabim se po ju flas fëmijëve që janë të vegjël. Por kur po bisedoj me profesor, kur po bisedoj me arsimtar të cikleve të larta, ngjeshëm edhe ata po mendojnë që situata nuk është mirë, sepse pak të rinjët tonë tash e lodhin mendjen se çfarë po ndodh këtu në Kosovë ose çka po ndodh në Shqipëri. Kanë dëshirë të merren shumë me rrjetet sociale, ju kushtojnë shumë rëndësi aty në videove që shfaqen në për TikTok apo ku ta di unë, e jo diçka tjetër rreth profesionalizmit të tyre, rreth edukimit të tyre, rreth arsimimit të tyre, ku do të jepnin rezultate të dukshme për nivelizimin adekuat të roleve të tyre në procesin e marrjes, do më thënë në procesin e nxënjes. Beso, nuk ka alternativa konkrete se çfarë me bë dhe ku me dalë. Shumë sinqerisht, unë do të kisha propozue qeverin që disa rrjete sociale të cilat nuk janë të mira, si që është TikToku, apo ku ta dione, me ndërprej tek të rinjët. Me ndërprej sepse
ka një degenerim. Ka një degenerim që mu po mdhem. Vjet re, por shikoj, nëse në Shqipëri të kërkoj ndjes që po bëj këtë lloj krahasimi, Po, nuk e kam për në një të keq, por për shembull në Shqipëri flitet shpesh edhe vet politika, pra diskuton, normalisht edhe në tavolina, në biseda diskutohet që kjo që po ndodh në Shqipëri, sepse vetëm për 10 vitet e fundit nga Shqipëria janë larguar rreth 1.200.000 shqiptarë që kanë ikë në emigrim. Dhe në tavolina, në televizore, në politik, përmendet e pjesa që është një projekt i popullizimit të Shqipërisë. Kjo diskutohet në Kosovë, sepse po do ta lidhet tek pjesa rinjiste, kjo që ne po flasim, a mos vetë politikat janë të tilla për të krijuar një vakum kaq të madh që rinia të shkëputet nga vendi, nga vendet tona, nga realiteti që ne jemi shqiptar. Diskutohet kjo lloj gjëje në Kosovë? Veç dua ta shtoj edhe këtë që shoqëria kosovare, po flas për në Kosovë mes krizës dhe shpresës. Bravo, ka shumë sfida sociale dhe ekonomike. Dhe për këtë rinia jonë, të mosha e re, deri të mosha 30 vjeçare po largohet, sepse po kërkon siguri dhe po kërkon perspektivë, ku me gjetë vetën. Unë e di që populli i Kosovës, por edhe ne nga Shqipëria, ka ende energji, ka ende talent dhe ka ende shpresë. Po shpresa duhet të ndërtohet me punë dhe drejtësi. Duhet të kultivohet. Jo me prit me gjetë gjithçka të gatshëm pa punë. Të rinjët tanë kohëve të fundit janë demelu, nuk e di pse. Por mendoj që duhet të gjinden alternativa të ndryshme që të rinjët të sfidohen, me punë të sfidohen me... Këtu është një zinxhir i gjatë, pastaj një zinxhir i gjatë social, sepse unë mendoj që jo çdo gjë duhet t'i vihet faj X qeverie, por do të parë shpesh herë ndoshta edhe ne prindërit për të drejtuar gishtin nga vetja, jo gjithmonë nga dikush tjetër, sepse ai fëmijë ka prindër, ka familje, dhe do të parë komplet zinxhiri social i rritjes dhe i kultivimit dhe i mbarvajtjes së një të riu, duke filluar që nga familja, pastaj normalisht janë politikat sociale, politikat e shtetit, etj, por më duket që edhe vetë familja shqiptare ka humbur shumë nga ajo kërkesa e llogarisë. Jemi edhe ne që i themi fëmijës, ja ku ke telefonin mos bëj zhurmë, ja ku ke dhuratën, sa do, çfarë do, e ku diun, me fjalë, pra kjo është çështje e thellë sociale, mendoj unë. Mendoj që të rinjët tanë meritojnë më shumë respekt, vëmendje. Bravo, fiks. Por të gjitha këto duhet të përmbilidhen me termin familje. Familja duhet të jetë baza më shëndosh që të rinjët tanë me ecë të rrugës së drejtë për me u pavarësuaj për një jetë mirëfillt në kohën kur ai do ta jetoj. Qytetari, pra, e përmena dhe njerë qytetari ose të rinjët tanë duhet të meritojnë më shumë respekt e më pak teatër politik. Për arsye se për arsye se në përfushata po flitet se duhet t'ju kushtojnë të rinjëve shumë rëndësi, por në realitet këto nuk po ndodhin. Arsim cilësor nuk mundet mu dhonë në një gjenerat për pa qenë të gjitha çështjet po mendoj çështjet e sociale, stabiliteti ekonomik. Është zinxhir i madh. Pak lutem. Po e gjitha kjo përmbledh se duhet të ketë një unitet kombëtar me tema madhore
që të rinjët duhet me i përmbledh, me i përafru, që mos ta krijojnë një familje të shkumbur ose të shkymur, por ta krijojnë një familje që me i rujt brez pas brezi, që shi kanë rujt të parët të tanë, edhe pse ata nuk kanë qenë shumica të shkolluar, por familjen e kanë mbajtur në grosht. Familjes i kanë folur. Nuk të kanë qenë të shkolluar, ndoshta, por kanë qenë me praktik, kanë qenë njerëz, kanë qenë njerëz, si themi, të besës, njerëz real, njerëz të vërtet. E pat lutem, kanë qenë sfidues, kanë pas një ndjenja më të mëdha madhore kombëtare. Pra në rand parë e kanë ditë që janë shqiptar. Kanë dajt në proda dhe kanë marrë shumë mësime nga njerëz të cilët kanë folë në proda dhe gjithë ajo kontribut i ruajtjes së shtetit për brenda një ombrelle të izoluar nga armiku, ja kemi arrit me dalë te ajo që ne me ardhë ku jemi sot, me pas shtetit ton, po shtetin ton duhet me rujt, me ecë përpara me punë, me dije, me ndërtu dhe me pas përgjegjësi edhe për gjeneratat që po vinë. Pra duhet i kemi parasysh që me i rujt, mos me i leju me dalë, sepse një generatat njerëzit më mirë për na i marrin të huaj. Me thënë të drejtën, zonja Amiti, ju e ceket shumë mirë që më përpara kanë ndejtë në Peroda, pra dhe në Peroda duke komunikuar njëri me tjetrin, kanë mësuar nga njëri tjetri, sepse kanë ardhur nga zonat të ndryshme, nga vendet të ndryshme, dhe kanë mësuar me njëri tjetri dhe në Peroda kanë nejtë burra. Por, si mund pretendoj unë, thjesht po themi mendim timin ose një rezume timen, si mund pretendoj unë që në Parlamentin e Shqipërisë, për shembull, kam 24 vjeçar, 25 vjeçar deputet që ngre kartonin për të vendosur ligje për jetën e njeriut, që ndërkohë 24 vjeçar, 25 vjeçar, pa dash paragjykoj askënd, por ai ose është në bankat e shkollës, ose s'ka dalë akoma nga bankat e shkollës, dhe jo të vendos. Më duket që ne kemi një problem të madh, sepse duam ose të kapim atë me direkt atë postin e madh, atë karrigën, atë kolltukun, ose për ndryshe ne nuk bën. Pra ne kemi harruar të jemi ushtar të kombit, ne duam o general ose ndryshe s'ka. Dhe kjo më duket se po na dëmton. Okej, unë dhash një mendim timin, nuk e detyrueshme, po thjesht thash atë që paktën unë e mendoj. Ndëgjoj. Sinqerisht, unë nuk kam koment se si mundet një 24 vjeçare me mbri dhe me ullë në parlamentin. Absolutisht pa, absolutisht, sepse ai do çoj kartonin, do vendos për jetën time, për jetën e fëmijës, për jetën e secilit. Si mundet ai me mendu dhe se si mundet ai me gjet një rrugë. More si mund si popull të jap votën, si mund të jap votën si popull. Kjo është problemi. Kjo është e dhimbshme, zotëri. Kjo është e dhimbshme. Pse populli i ka dhënë vot një 24 vjeçarit për me ardhur më ul atë në parlamentin e Shqipërisë. Është e dhimbshme, a? Po kjo është pra sepse aty vendoset fati i njeriut, vendoset ndoshta edhe fati i kombit, bëhet një ligj, ndërtohet, ku diun, okej. Mos të ngjelin te kjo sepse janë probleme pafund. Sinqerisht është e dhimbshme. Absolutisht. Duke patur parasysh, pra gjithmonë kam parasysh staturën tuaj. Dhe edhe një herë unë jam mirënjohës shumë që ju keni pranuar të jeni në bisedë me mua sot dhe me dëgjuesit tanë, por edhe të kërkoj edhe ndjesë nëse po të lodh pak, por duam të kuptojmë edhe diçka tjetër nga ju, pra jo thjesht mendimin tuaj, por nga analiza juaj. Kosova brenda vitit po shkon në zgjedhjet e treta. Dhe si e mendoni, çfarë po ndodh me politikën e Kosovës? Pse Kosova nuk po arrin të gjejë një stabil politik? Se gjithë kjo është komplet në dëm të popullit, në dëm të shtetit,
në dëm qoftë anë financiare, qoftë anë geopolitike, qoftë strategjike, si thonë 3 palë zgjedhje brenda një viti. Të gjitha po du me i përmbledh shkurtimisht. Kosova brenda një viti po shkon për herë të tretë në zgjedhje dhe pyetja po lind pse. Kjo situatë tregon krizë të thellë politike dhe mungesë stabiliteti institucional. Partitë politike që po veprojnë në Kosovë shpesh vendosin për interesa partijake. Do me thonë, po vendosin mbi interesin shtetëror. Qytetarët janë lodhur nga polarizimi dhe përplasjet politike. Kosova ka nevojë për më shumë kulturë demokratike, dialog, përgjegjësi politike, sepse zgjedhjet e shpeshta po krijojnë pasiguri ekonomike dhe sociale. Andaj, atë që po duhet me thonë, pe përmbledhi me disa fjali, se klima politike në Kosovë është bërë më shumë konflikt se sa bashkëpunim. Partitë po mendojnë më shumë për pushtetin se sa për stabilitetin. Qytetari është i lodhur nga zgjedhjet e shpeshta, demokracia kërkon debat, por edhe përgjegjësi institucionale. Kosova ka nevojë për një stabilitet politik dhe zhvillim ekonomik. Pse po shkojmë zgjedhje? Nga mos bashkëpunimi i partive që të krijohen institucionet e Republikës Kosovës, ashtu siç duhet të krijohen. Absolutisht. Kjo është e dhëmshme. Pra, opozita po bën politik vetëm me reagime. Ky roli i opozitës është jetik në demokraci. Por roli Albin Kurtit. Albin Kurti ka përgjegjësi në këtë pjesë, sepse i thonë është kryeministër në detyrë në 3 palë, si thoshim, në 3 herë hyrje në zgjedhje, dhe një burr shtetas duhet të di të gjejë dhe dialogun. Po krijon një farë autokracie vetë edhe Albini në Kosovë, apo është në të drejtën, në të drejtën vetë është edhe opozita, apo ndoshta opozita është aq e përçar, aq e fragmentuar, sa që edhe vetë ndoshta Albin Kurti s'ka më ka ulë të bëj dialog. Pra, ku çalon, se diku çalon kjo pjesë. Unë para se me fol për figurën Më falë, se unë flasë Albin Kurti, flasim politikisht, nuk kemi diçka me individi, me diçka, por problemi është që duhet, pra këtu dallohen ata burrat e shtetit, ata që din të bëjnë zgjedhje të forta dhe zgjedhje që tu është përtej, zgjedhje të ftofta, jo me koka të nxehta. Para se me dalte kjo pse po ndodhin gjitha, pse ka zgjedhje të shpeshta, po duam me ndal edhe më dëgju me vëmendje, se Albin Kurti po konsiderohet është autokrat apo burr shteti. Çdo lider duhet të pranoj kritikën. Ka qytetarë që shohin Albin Kurtin si figurë të fortë shtetërore, dhe kjo është shumë e vërtetë. Albin Kurti është një figurë me të veçanta dhe me të diskutuarat të politikës shqiptare, që rruga e tij politike nuk ka qenë rrugë e zakonshme. Ai u boi njohur fillimisht si aktivist i angazhuar në lëvizjen studentore dhe si zë kritik kundër padrejtësive politike shoqërore. Por, me vetdije, ai e ka ndërtuar një profil të tip politik opozitar me retorik të fortë shtetërore. Kundërshtarët e tij shpesh e konsiderojnë tepër të ashpër dhe shumë të centralizuar në vendimarrje. Por pavarësisht bindjeve të mia politike, që unë po flas për personalitetin tim, për personalen time, nuk mund të mohohet se ai ka ndërtuar një profil të fortë politik dhe ka arritur të krijojë besim tek një pjesë e madhe e qytetarëve. Albini ka arritur të shndrojë lëvizjen vetëvendosje në një lëvizje të fortë
qeverisë. Gjë që tregon optimizëm politik dhe aftësi mobilizuese si asnjëherë më shumë në Kosovë. Unë besoj se institucionet duhet të jenë më të forta se sa individi. Kosova ka nevojë për dialog institucional dhe kulturë demokratike. Ka kritik që mendojnë se vendimarrja është shumë e civilizuar, por ne në Kosovë vendimarrjet nuk po I marrim ashtu qysh na takojnë me ligj dhe me kushtetutë. A është Albin Kurti autokrat? Nuk e besoj. A është Albin Kurti burgshtetas? Është burgshtetas, sepse që nga viti 2021 e deri më sot ka bërë shumë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare që të projektoj imazhin e një Kosove që kërkon trajtim të barabartë dhe me një dignitet shtetëror. Unë mendoj se çdo liber duhet të gjykohet jo nga emocionet politike, por nga rezultatet konkrete. Funksionimi I institucioneve dhe ndikimi që lën në zhvillimin e vendit duhet të ketë pak nevojë për demokraci edhe pak nevojë për debat. Sepse është një lloj objektivi në vlerësim. Pra, Albini mundet me qenë një autokrat me njerëzit që ka për rreth sepse ka fituar 51% votave, por nuk mundet me qenë një autokrat ndaj partive tjera, sepse autokracin pe krijojnë partit duke mos bashkëpunuar. Unë mendoj që Albini ka ofruar alternativa të ndryshme, por opozita po kundërshton, nuk po bashkëpunon, po mendon se Albini dëshiron të I marrë të 3 pozitat e nivelit të lartë shtetëror veç për vete. A bashkëpunimi është I mangët. Zonja Amiti, unë besoj se kam edhe mirë kuptimin tuaj tek pyetjet, sepse ju jeni vetë gazetarë dhe ne mi fjalë gazetari përpiqet të jetë, si thosh, jo palë me të ftuarin, por përpiqet të jetë palë me audiencën, mi fjalë përpiqet edhe pra të bëj nganjëherë edhe atë avokatin e djallit për një pjesë të dëgjuesve. Dhe shpresoj se këtu e kam mirë kuptimin tuaj. Në vazhdën e kësaj, a mendon që në Kosovë politika po lufton për shtetin apo po lufton për pushtetin? Unë mendoj që politika jo shumë po mendon për shtetin, politika ditore është sotme. Absolutisht. Më shumë po kjo lufton ditorja për po na pushtet. shkatron ne, sepse kjo ditorja pas se di ku na çon pse. Opozita po bën politika, po vetëm reagim nuk po mundë me kuptu, por po e dhënë përmbledh një definicion. Ose ta bëj pak më ndryshe. Okay. Pra, qoftë Albin Kurti, qoftë opozita. Pra po marrim Albinin si kryeministër në detyrë dhe opozita që kërkon pra duke përfshirë LDK-n, PDK-n, Nismën, këto që janë partitë kryesore. Janë përballë njëra tjetrës, cila lufton për shtet dhe cila lufton për pushtet. Apo janë të dyja më shumë për pushtetin se sa për shtetin? Të gjithë po luftojnë për numrin e votave dhe rezultateve që kanë marrë në zgjedhje. Në politik, marrëdhëniet ndryshojnë shpesh për shkak të dallimeve në vizion, për shkak të dallimeve në interesa dhe për shkak të mënyrës së qeverisjes. Por duhet me ditë partitë politike se qytetarët kanë nevojë më shumë për transparencë, se qytetarët kanë nevojë më shumë për maturi politike, e jo për konflikte personale, e jo për konflikte ose për interesat të tyre. Duhet të kenë partit si pozit, si opozit, më shumë duhet të kenë parasysh edhe në rand të parë interesat shtetërore, që duhet të jenë mbi çdo marrëveshje individuale.
sepse niveli i ndikimit të politikës sot është shumë i papërballueshëm. Populli nuk po din kam janë mbajt. Populli është ndonë shumë pjesë dhe po ju mungojnë analizat e thella dhe argumentet profesionale, sepse këtu po ndikon politika, po ndikojnë mediat, po ndikojnë edhe interesat ekonomike dhe interesat partijake. Po, unë mendoj që të gjithë ata të cilët vinë në krye të institucioneve duhet të mësojnë të dallojnë se çfarë është shteti dhe çfarë janë interesat sa ka dëmtuar si thosh marrëdhënia që pati Vjosa Osmani me Albin Kurtin. Sa dëmton po themi politikën e Albinit dhe sa ndihmon opozitën kjo lloj ftohje apo kjo ndasi e këtyre dy figurave? Po shprehem shkurtimisht sepse ende e kam të qartë këtë ftohjen mes kryeministrit Albin Kurti dhe në mes të ish presidentës së Republikës së Kosovës Vjosa Osmani. Por sipas mendimit tim, Vjosa Osmani mbetet figurë me ndikim në jetën politike dhe institucionale të Kosovës. Ajo e ka ndërtuar profilin e fortë publik dhe mendoj që vazhdon të ketë mbështetje tek qytetarët. Dhe çdo ish presidente duhet të luajë rol unifikues dhe të kontribuojë në forcimin e demokracisë, pavarësisht se si ka ardhur përçarja mes tyre. Të dy sot, edhe kryeministri Albin Kurti, edhe ish presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani u deklaruan se kanë hyrë në atë shtabin zgjedhor për me depërtu tek presidenca dhe tek kryeministria. Por duhet me pas një rol shumë të qartë institucional që duhet me pas edhe një ruajtje mes pozitës dhe opozitës, edhe një lloj kujdesi. Unë nuk mendoj ajo këtë s'po e bën, ajo ka dalë haptas me opozitën, madje sot e kishte refuzuar dhe Malinda Kelmendi që kishte bërë ftesë ajo që t'i bashkohej për në listën e saj për zgjedhjet e 7 qershorit. Ajo më duket se po bën atë rolin e kundërt, gjë që unë jam me ju që çdo ish president duhet të bëjë atë rolin unifikues, duhet të jetë bashkues, duhet të dalë për te atyre kontureve të ditës së politikës, por më duket se është pak më thellë kjo. Është më tepër inat mllef nga Vjosa Osmani që Albin Kurti nuk e propozoi për presidentën, dhe kjo është një formë hakmarrje e zonjës Osmani. Gjithsesi u them mendimin tim. Edhe unë mendoj që në qoftë se fillon zonja Osmani të hakmerret ndaj kryeministrit Albin Kurti, është një gabim i madh, sepse presidenti duhet të jetë veç një figurë unifikuese. Edhe në qoftë se ajo synon përsëri të bëhet presidente, duhet të ruajë një rol unifikues dhe të kontribuojë në forcimin e demokracisë. Pa marrë parasysh pozitën e saj formale. Zonja Miti, mendoni që me 7 qershor, zgjedhjet e 7 qershorit, Kosova do arrijë të stabilizohet, pra do arrijë të merren ato numrat e plotë të qeverisjes, numrat e plotë për zgjedhjen e presidentit, pra mendon që 7 qershori do jetë ajo data vendimtare e stabilitetit në Kosovë? E kam shumë të... Nuk po di edhe si më shpreh, kam shumë të pamundur të them se do të krijohet diçka e madhe. Do të bëhet diçka e madhe, do të fitohet diçka e madhe nga opozita ose nga partitë politike
për arsye se ka shumë paqartësi. Por unë mendoj që Kosova duhet të ecë drejt forcimit të shtetit ligjor, Kosova duhet të ketë zhvillim ekonomik, duhet të ketë stabilitet, partitë politike duhet të formojnë atë unitetin kombëtar dhe të krijojnë tema madhore të bashkimit e jo të ndarjes. Unë mendoj që duhet të ndërtohen vija të dijes, të punës dhe përgjegjësisht për shtete, jo për interesa individuale, dhe unë mendoj që po edhe në mendim Absolutisht, ne mendim japim, ne mendim japim, ne s'japim, ne nuk nxjerrim dot vendime. Po, se unë nuk pres shumë nga zgjedhjet e 7 qershorit. Më vjen keq, po nuk pres shumë. Më thënë drejtën. Edhe sinqerisht është e dhimbshme. Shiko, problemi i Kosovës, me fjalë, një Kosovë e pa stabilizuar, një Shqipëri e stabilizuar në mënyrë të errët, pra sepse po ta gërmosh edhe Shqipërinë e ketë pa stabilizuar. Pra, kemi sot 2 shtete shqiptare që pothuajse kemi inekzistente në politikat ditore. Kemi 2 shtete shqiptare që pothuajse s'kan marrëdhënie fare njëri me tjetrin. Kosova hera e tretë në zgjedhje, Shqipëria me pafund probleme dhe mendoni që në një farë mënyre, pra po rrezikohet stabiliteti i shqiptarëve, duke pas parasysh edhe luftrat që po ndodhin, edhe problemet globale, edhe Rusia, Serbia, dhe mendoni që jemi shumë të dobët aktualisht? Kjo përçarja mes neve sigurisht krijon dobësi. Por mendoj që edhe këndej kufirit edhe andej kufirit shqiptarët duhet bashkohen, sepse Kosova edhe Shqipëria nuk ka mungesë patriotësh, por ka nevojë për më shumë përgjegjësi. Institucionet tona duhet të flasin gjithmonë në anën e së vërtetës, në anën e krijimit të institucioneve të mirëfillta me reforma strategjike afatgjate, sepse shteti nuk mbahet veç me flamur, shteti mbahet me drejtësi. As me stadium, ati me dorë turkitin stadium nuk mbahet. Po të lutem, mbahet me drejtësi, me një arsim cilësor, me një shëndetësi të mirëfillt, me qytetarë që respektojnë njëri tjetrin, e jo duke u thyer, duke u bërë pike 5 mes vete. Unë mendoj, edhe këtë e kam si këshill, që duhet t'i lojmë anash ato inatet politike, të bashkohemi, të mendojmë qetësisht. Po, të mbajmë kontakte të ngrohta, edhe politikanët edhe qytetarët, sepse diplomacia është forcë. Diplomacia nuk është agresivitet. Nuk duhet me kriju në agresivitete me zveti, por duhet me kriju një frymë të mirëfillt. Demokracia është forcë mendimi dhe forcë argumenti. Po të lutem, sepse duke pas një parafrim e jo inate me i formu institucionet e mirëfillta, ne shkojmë përpara, nuk e dëmtojmë shtetin. Unë po kam frikë që duke shkuar në zgjedhje të një pas njëshme, ne do ta humbim shtetin dhe kjo më dhëmbë shumë. Kjo është e dhimbshme dhe e frikshme, zonja Amiti, sepse ne nuk, shiko, tani si themi në shqiptarët, fjala mos sjell të keq, si thonë, por duke parë ka shumë tollovi cep me cep botës, dhe duke e ditur se ne shqiptarët kemi komshi, më thonë drejtën, duhet ta kemi pak dhe frikën, pra duhet të ndërgjegjësohemi në këtë pjesë. Nuk duhet jemi kaq, ta bëjmë gjumi kaq rehat.
Edhe pse kemi shumë faktor të cilët po ndikojnë në polarizimin politik dhe në interesat financiare që po shpërndohen për brenda njerëzve, për brenda institucioneve, për brenda mediave, në disa raste debatet publike po kthehen në spektakle, duke humbur seriozitetin profesional institucional. Kjo është e vërtet. Por duhet krijuar politikat mirëfillta që edhe institucionalistët, edhe opozitarët, edhe majoranca me krijuar sfida përmbyllse të shëndetshme, jo përçarse. Si shikoni median dhe gazetarin në Kosovë? Mediat shpesh ndikohen. Duke qenë vetë ju një gazetare me përvojë, si shikoni? Po çedon media? Veç po përgjigjem si shkurt që mediat në Kosovë shpesh debatin televizor e kthejnë në debat ose kthejnë në spektakël. Mungojnë analizat e thella dhe argumentet profesionale. Politika ndikon në shumë media përmes interesave ekonomike dhe qytetari pekat shumë dështirë me dallu propagandën nga informacioni, sepse sinqerisht mediat po luajnë rol shumë destabilizues edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Absolutisht, edhe madje, shiko, për te mediave tradicionale, është bërë tepër problem me ndërin edhe këto pseudo portale që publikojnë, shkruajnë çfarë t'ju vinë në mend, pa fakte, pa patur një element të saktë në dorë dhe si thosh duke filluar nga një gërvishtje makine, publikohet në portal duke mbaruar tek një shpifje pa argument. Dhe kjo besoj që po infekton te masë edhe ne si shoqëri. Dëgjoj, ne veç po flas për kohën e para luftës, punës time si gazetare dhe kohën kur tash ne po jetojmë. Në kohën e Teki Dervishit, liria e medias ishte oksigjeni i demokracisë. Do me thonë, ai na mësonte se si duhet të shkruhet, se si duhet me qenë një gazetar profesionalist dhe si duhet me qenë një gazetar i guximshëm. Absolut. Në Kosovë edhe në Shqipëri po ekzistojnë ndikimet politike dhe ekonomike që gazetarit të humb vlerat e veta. Mediat duhet të jenë zëri i qytetarit e jo vegla e interesave të ndryshme. Mande kemi edhe gazetarë gjobë vëndës, me fjalë që të vëndë dhe gjoba. Unë të merohem nga një që ka lezoj. Shiko. Edhe pse Kosova, po flasë për në Kosovë, ka media të shumta dhe hapësirë për fjalën e lirë. Por edhe ekzistojnë edhe presione politike, ekonomike dhe interesat të ndryshme që po ndikojnë në gazetari. Pa fund edhe në Shqipëri, Dhe shiko, ne abuzojmë atë fjalën e lirë, sepse fjalën e kemi të lirë, po do të kuptojmë diçka, që liria ime mbaron aty ku fillon e jotja, nuk kam drejt atë cënoj lirinë tënde. Cili do, unë mendoj, kuptoj drejt për shembull që po marr ju, po flas tek e përgjithshme. Unë mendoj që gazetarët duhet të ruajnë etikën profesionale, e jo të bën nga ajo etika e bardhë e gazetarisë të kalojnë të etika e zezë, të njëllosen veç për interesat e tyre profesionale, ose jo, interesat e tyre të cilat shkojnë ma shumë të gjepi tyre, jo të puna profesionale që bëjnë. Absolutisht, kanë kthyer gazetarinë në biznes, me fjalë. Dhe shiko, për te do të them diçka në formë humori, por humorizi.
do i thosha ju të Kosovës që Berat Buzhalën dhe Baton Haxhiun mbajnë edhe ju në Kosovë, mos na lini vetëm në Shqipëri, mi pse kanal na bën analistë atje. Nuk po muj me ndalë. Nuk po mundemi me ndalë, që po duket ata po i dojnë shumë Koltuqet atje në Shqipëri, edhe po i dojnë studio televizive në Shqipëri, gjë që po më dhem. Duket se kena më të rahatshme në atje. Palutem. Ne kemi gazetar të mirë, kemi gazetar profesionalist, por edhe televizionet tona janë komercializu në bazë të interesave, ose po ju shërbejnë partive politike, ose po ju shërbejnë interesave të ndryshme që po ndikojnë thjesht në gjithë shoqërinë, në gjithë halkat e shoqërisë. Në të gjitha sferat po ndikojnë. Zonja Amiti, tani u kam një pyetje për fund. Pra, para se ti të konkludosh apo të japësh një mesazh apo të thuash çfarë ne ndoshta nuk e tham apo çfarë unë nuk e trajtova, por do të të pyes një pyetje të fundit. Po e dua pyetje rrëfe, përgjigje rrëfe. Çfarë note më vini mua si gazetar, ju që jeni gazetare me përvojë? Respekt shumë i madh për ju, dhe nota që do ta vlerësoja është nota 10 për ty. Të jam mirënjohës, po pa hatër, kështu pa hatër. Pa hatër, po flas sinqerisht, kemi nevojë për njerëz të cilët janë të hapur, kanë energji, kanë talent dhe japin shpresa për punë të mirëfillt, të përpiqemi. Të ndërtohet një drejtësi e mirëfillt, që ti vëj prangat propagandës dhe informacionit të dobët, që të bëj punë gazetari me argumente profesionale e jo me politika ditore. Më shkruaj një mik nga Amerika, thot të lutem, thot Leo, thot mos e ngacmo, thot motrën tonë Dardana, thot për Beratin e për Batonin, thot sepse atje në Prishtinë, thot nuk ka Edi Ram, thot që t'ju jap lek pa fund dhe tendra si marrin ata në Shqipëri. Edhe këtu në Kosovë ka lek, po nuk e di sa dhe nga kush vijnë, por unë jetën time nuk kam pranuar diçka të tillë që fjalën time të lirë ta vënë në dispozicion të lekëve, por të mendjes time. Absolutisht. Njeriu kur ka një mision dhe merr një mision përsipër, duhet për ti përkushtohet dhe të jap më të mirë në atë mision që ka marrë. Kush ishte një mesazh joti për fund në këtë emision, apo diçka që ti do doje ta thoshe, por që ndoshta unë nuk të lash hapësira, apo unë nuk të drejtova drejt asaj bisede? Për fund të emisionit juaj dua të them vetëm pak diçka. Që kërkoj stabilitet nga qytetarët edhe të Kosovës edhe Shqipërisë, që t'i japin shtetit më shumë forcë për me shku përpara, sepse e thash edhe për ma herët edhe po e përsëris edhe njërë se Kosova nuk ka mungesë patriotësh, por ka nevojë për më shumë përgjegjësi, ka nevojë për shumë sos të mirë, ka nevojë për shumë gazetarë të mirë që të flasin gjithmonë në anën e së vërtetës, ka nevojë Kosova dhe Shqipëria që shteti të mbahet me gjëra të mirëfillta cilësore dhe të funksionon gjithçka në bazë institucionale, ka nevojë që gjithçka të arri atë profesionalizmin dhe guximin me shpreh kudo që hyn dhe kudo që del. Njerëzit duhet të jenë vetvestja, mos ndikon nga politika dhe nga interesat e tyre ditore. Media do të jenë zëri i qytetarëve dhe jo vegla të interesave, sepse liria e medias është oksigjeni i demokracisë.
ashtu si që jeni ju sonte. Ju po më jepni vullnet që unë me vazhdu në punën time edhe si mësuese dhe si gazetare, sepse përballë pata një kolegi cili dinte të më bënte pyetje dhe Falenderoj. mendoj që dhe ai ka marrë përgjigje të cilat ndoshta unë nuk kam ditë me dhënë kaje shumë të fuqishme, por mendoj se gjitha ndarjet që ekzistojnë mes juve dhe meje duhet të jenë ndarje të shëndetshme që ne me realizu intervistat të një pas njëshme që qytetarët me kuptu se si duhet të jetë një njeri i guximshëm, një njeri profesionalist, një njeri që ka shpirtin e madh. Shiko, zënja Miti, unë do të jem edhe njërë mirënjohës që ju pranuat jeni bisedë me mua, dhe sinqerisht jo për elozhe apo për të kthyer mbrapsh atë respekt që ju më dhat, por sinqerisht unë që në fillim të emisionit apo deri në këtë moment që po flas me ju, unë sinqerisht shoqërohem nga emocionet sepse duke patur parasysh staturën tuaj. Dhe do të them diçka që kjo Window Radio është një media e vogël, e licencuar këtu në Gjermani, që është totalisht as ka pronar, as ka lek, vetëm ka pasion dhe dëshirë. Pasion dhe dëshirë për të dhënë mendim të lirë dhe për të dhënë mendim të pa censuruar. Dhe njeriu, kur bën diçka me pasion dhe me dëshirë, ndoshta nuk vlerësohet shumë nga masa, por ama të paktën ndihet mirë me veten, sepse nëse secili prej nesh përpiqet të jap një farë pozitiviteti aq sa të mundet në mënyrën e vet, por jam i bindur që edhe ne si shoqëri, pra si shtet, si institucione, si shoqëri do ishim shumë më të fuqishëm dhe do ishim shumë më përpara. Dhe njerëz si ju që pranojnë të vinë dhe të bashkëbisedojnë me ne, të jenë në këtë media, si thash, pra pa lek dhe pa vetëm me pasion, është nder për ne dhe është një zë që njerëzit e thjesht e dëgjojnë dhe e kuptojnë më mirë. Kjo më shton më tepër për të thënë disa herë mirënjohje për prezencën tuaj. Faleminderit dhe për fond kisha pas shumë dëshirë me ma dhënë një mundësi që më ju drejtu popullit tim se çfarë duhet të bëj në të ardhmen. Unë e di që Kosova ndodhet në një periudhë të rëndësishme politike dhe diplomatike. E ardhmja varet nga aftësia për të forcuar institucionet, ekonominë, drejtsinë dhe partneritetin ndërkombëtar. Mendoj se populli im, mendoj se qytetarët e duan më së shumti këtë stabilitet, e duan më së shumti këtë zhvillim, e duan më së shumti edhe dinjitetin. Andaj, për hir të Kosovës, i los qytetarët e Kosovës që të ecin përpara, të mendojnë ndryshe nga ajo se çfarë kanë menduar deri më sot, sepse Kosova duhet të ecë përpara me unitet dhe me vizione afatgjate. E jo të ndahemi, të mos e kuptojmë njëri tjetrin, të kemi përçarje. Pra dua që nëpërmes fjalëve të mia të depërtoj e mira bashkimi dhe vetvendosja se si duhet ta bëjmë një Kosovë shtet të mirëfillt, shtet me institucione, shtet stabilitet, shtet ku funksionon ligji, shtet ku ne do të krenohemi në të ardhmen me shtetin tonë. Kjo kishte me qenë mrekullia për cilën unë mendoj se duhet të luftohet, duhet të punohet, edhe duhet kalojmë çdo rrezik bashkarisht duke qenë të unifikuar. Absolutisht.
Absolutisht edhe Mendoj që jam e qartë. jo, edhe shumë e qartë dhe falenderoj një mesazh shumë i fuqishëm i juaj që unë nuk kam çfarë të shtoj asnjë fjalë, asnjë gjë. Dhe pajtohem totalisht. Faleminderit shumë, ju jam mirënjohëse, Shumë faleminderit. shpresoj që do të kontaktojmë. Patjetër. Përshëndes të gjithë dëgjuesit e radios suaj dhe të dëshiroj punë të mbarë, suksese dhe shëndet. Shumë faleminderit. Gjithashtu dhe unë për ju dhe mirënjohje pafund. Natën e mirë dhe një fundjavë sa më të këndshme. Natën e mirë të gjithë dëgjuesve të juaj, respekt dhe mirënjohje. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonte me zonjën Refiqa Amiti, ku përpoqem të themi diçka, të flasim diçka, tham mendimin ton, tham atë çfarë ne mundëm për të thënë apo atë çfarë ne kishim mundësi për të thënë, duke falendëruar zonjën Amiti, pra një ish veterane UÇK-s, një gazetare me përvojë, një arsimtare, analiste politike, sociale e jetës në Kosovë, përpoqem pra të bëjmë një rezume, përpoqem të kuptojmë shumë çka për arsimin, për jetën sociale, për politikën në Kosovë. Dhe shpresoj që dhe ju të keni marrë disa informacione, po të keni krijuar një ide më të qartë nga kjo bashkëbisedimi yni dhe duke patur parasysh që gjithmonë ngelet ajo thirrja. Mos të presim se çfarë bën vendi ynë për ne, duhet çfarë ne bëjmë për vendin tonë. Pra duhet ne të ndërgjegjësohemi dhe të jemi më të përgjegjshëm, qoftë për Shqipërinë, qoftë për Kosovën, qoftë për kudo ku janë troje shqiptare, qoftë për çdo shqiptar cep me cep të botës, ne duhet të dimë të ndërgjegjësohemi dhe të përgjegjësohemi për të qenë njerëz të denjë, për të qenë pranë njëri tjetrit, për të qenë unifikues dhe asnjëherë përçarës. Mos të harrojmë miq, sepse ne vim nga një histori e gjatë e popullit tonë, pra jemi një popull autokton. Ne vim nga një histori që kemi patur edhe lavdi, po kemi patur edhe epoka të dhimbshme të historisë dhe gjithnjë kemi ditë t'ja dalim, gjithnjë kemi ditë të rezistojmë dhe të ekzistojmë. Kështu që jemi sërish në një epokë që ne duhet të dimë të rezistojmë dhe të ekzistojmë. Dhe rezistenca dhe ekzistenca bëhet kur ne ndërgjegjësohemi dhe nuk jemi të përgjegjshëm për atë çfarë ne përfaqësojmë. Mos u zgjasun shumë monologun tim, unë duhet t'ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht për vëmendjen tuaj, kërkoj ndjesë të gjithë atyre që më kanë shkruar në Messenger, në WhatsApp, pra që më kanë shkruar pyetje, që më kanë dërguar për të komunikuar direkt me zonën Amiti, por ishte pamundur për efekt kohe për të përzgjedhur një pyetje, apo ne në emisionet tona nuk është se kemi telefonata nga dëgjuesit kur kemi të ftuar. U kërkoj të gjithëve ndjesë për këtë dhe edhe një herë falenderoj përzemërsisht për suportin, për kush do, dhe cili do për jush ka dëshirë të jetë në Window Radio, të na shkruaj në numrat tanë të telefonit në WhatsApp, apo të telefonoj direkt, apo të shkruaj përmes rrjeteve sociale në Messenger, TikTok, pra mund të shkruajnë dhe ne do përpiqemi me patjetër të krijojmë mundësinë e bisedës në Window Radio, apo me dëgjuesit e Window Radio. Unë Leonardo përqafoj përzemërsisht të gjithë dhe ju them natën e mirë, fundjavë të këndshme dhe me mua ritakohemi të njëjtën në emisionin radhës Horizont, por ju mos u shkëputni nga Window Radio, sepse Window Radio çdo ditë ka emisione dhe programe të reja dhe së shpejti do pasurohet edhe me të tjera risi. Natën e mirë, faleminderit. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio i